Bashkia e Lushnjës ndezi të shtunën në mbrëmje pemën e Krishtlindjes, e cila është vendosur në sheshin e qytetarëve para bashkisë. Përveç pemës, bashkia ndezi dhe dritat që zbukuronin sheshin, duke u futur zyrtarisht në sezonin e festave. Por rrugët e tjera dhe hapësirat publike mbetën njësoj si çdo ditë tjetër e vitit, pa dekor që sjell gjallëri në këtë periudhë festash. Sipas banorëve, gjatë festave asnjëherë nuk ka patur dekorime dhe drita, por një dhjetor me pamje të zymt. Në përgjithësi, thon ata, për festa, ne jemi një nga bashkitë që stolisemi më pak. Kur del në mbrëmje në qytet, pasi mbrëmja ka më shumë shkëlqim në festat e fundvitit, të vjen keq të shohësh shtëpinë Kongres, muzeun e qytetit, skulpturën e Vaçezelës dhe shqiponjën të zhytur në errësirë. Gjithashtu edhe godinat e institucioneve të tjera nuk kanë dekore. Në muajin më të bukur të vitit, kur edhe emigrantët kthehen për ta festuar në shtëpi në një atmosferë të ngrohtë, qyteti jon mbetet i zbet, i ftohtë dhe jo mikpritës. Në kontrast me qytetet e tjera që na rrethojnë, Lushnja është pa shkëlqim këtë fundviti, i lënë pas dore nga bashkia.